Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, falënderimet më të sinqerta jo për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur dhe motër, përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 34 të surës Fussilat, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nuk barazohet e mira me të keqen ktheje me të mirë, e atëherë armiku yt do të bëhet menjëherë mik i ngushtë. Ky ajet i bekuar i Kuranit është një udhëzim praktik mjaft i mrekullueshëm për jetën personale dhe shoqërore. Ky ajet na mëson se virtyti më i lartë është të mos e lejojmë veten të zhytemi në hakmarrje e në inate, por të veprojmë me mirësi, duke fituar bashkëpirtërisht dhe duke ndërtuar paqe e harmoni në shoqërinë ku ne jetojmë. Për sot do të flasim rreth temës virtytet dhe thëniet e profetit dhe të ehli bejtit të pastër, paqja qoftë mbi ta. Fjala virtyt do të thotë prirje dhe forcë e brendshme që ka njeriu për të bërë punë të mira. Virtyti është vetia më e mirë që ka njeriu, është cilësi e lartë morale e njeriu dhe gjithashtu do të thotë pastërti e përsosuri morale. Virtyti është një cilësi shpirtërore. Ndonjëherë fjala virtyt përdoret edhe për vetë veprën, siç thuhet virtytet e veprave. Me këtë nuk nënkuptohet çdo vepër morale, por ato vepra madhështore për të cilat vepruesi, bërësi i tyre meriton lavdrim të madh. Në Islam, virtyti ka pozitë jashtëzakonisht të lartë dhe konsiderohet themeli i një jete të drejtë dhe të devotshme. Islami i pastër, me të cilën Allahu i vullosi të gjitha fetë dhe e ka bërë fenë e tij të pranueshme. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Vërtet feja e pranuar tek Allahu është Islami. Pra, Islami erdhi si thirrës për virtytet, erdhi për të paralajmëruar dhe për të ndaluar çdo vesë të keq. Libri i Allahut, Kurani i Shenjtë, është i mbushur me ajete dhe sure dhe me shembuj që e forcojnë virtytin dhe ja madhështojnë atij pozitën. Gjithashtu në Kuran ka ajete që ndalojnë nga imoraliteti dhe i qortojnë ata që e bëjnë atë. Ka ajete pra që ndalojnë nga kryerja e çdo vepre të keqe që shkatërron jetën e individit, të familjes dhe të shoqërisë. Po kështu, kemi shumë tekste, rrëfime dhe shembuj nga suneti i pastër i profetit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dhe ehli bejtit e tij të pastër, që na mësojnë se si ndërtohen virtytet, si mbrohen, si ecet në rrugën e vlerave. Gjithashtu ka edhe tekste pra që
paralajmërojnë nga veprat e këqija të ndyta të shkatërueshme. Islami i udhëzon njerëzit drejt virtytit dhe sjelljes së mirë. Islami nuk e pranon të keqen. Allahu në Kur'an thot në ajetin 19 të surës Nahl: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën ndaj të tjerëve dhe ndalon të këqijat, të ndyta, të neveritshme. Pra ky ajet është një udhëzim i përgjithshëm për virtytin dhe sjelljen e ndershme. Janë bazat e Islamit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe familja e tij e pastër e të lirë janë shembulli i virtytit. Allahu e ka përshkruar profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në Kur'an duke thënë: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Vërtet ti je me moral të lartë. Ai pra është modeli më i mirë për sjellje të ndershme, për mëshirë, drejtësi, sinqeritet dhe për ulësi. Kurse në ajetin 33 të surës Ahzab, Allahu i madhruar thot: "Innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira." O familja e profetit, në të vërtetë Allahu do që të largoj për jush papastërtinë dhe t'ju pastroj plotësisht. Bazuar pra në këto dy ajete, pra në ajetin 4 të surës Qalam që flet për moralin e lartë të profetit Muhammed dhe bazuar në ajetin 33 të surës Ahzab, na sqarohet se profeti i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe familja e tij e pastër janë më merituesit për të ndjekur në këtë jetë, sepse për ata janë njerëzit më të pastër, janë shembull i virtyteve të larta. Islami është fe e natyrës së pastër e të shëndosh. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi u dërgua për t'i plotësuar virtytet e larta të moralit. Siç ka thënë edhe vetë, vërtet jam dërguar për të plotësuar virtytet e larta të moralit. Kështu që feja islame është fe e virtytit dhe e moralit dhe i urdhëron pasuesit e saj të vishen me virtytet më të mira të moralit. Çdo veprim i mirë si drejtësia, durimi, falja, ndihma ndaj tjetrit konsiderohet adhurim në Islam, nëse bëhet me qëllim të mirë dhe për hir të Allahut fuqiplot. Virtyti në Islam nuk është vetëm i lavdërueshëm, por ai është thelbësor. Ai është mjeti për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe për të ndërtuar një shoqëri të drejtë e të mëshirshme. Virtytet kryesore në Islam përfshin së pari sinqeritetin, el-ikhlas, durimin, as-sabr, faljen, el-afu, mëshirën, el-rahma, turpin, el-haya, drejtsin, el-adl, mirësin, el-ihsan. Pra këto janë ato virtytet më të larta, më të mira që përfshin për në fenë e pastër islame. Të tillë duhet të jemi. Do të jemi të sinqert, të jemi të durueshëm, të jemi falës, të jemi të mëshirshëm, të jemi të turpshëm, të na mbulojë pra ndjenja e turpit, të jemi të drejtë dhe të jemi mirëbërës. Mirëbërës ndaj prindërve, mirëbërës
ndaj familjes, mirëbërës ndaj fëmijëve, mirëbërës ndaj njerëzve që na rrethojnë. Këtë urdhëron feja e pastër Islama. Por, çfarë thot profeti Muhammed dhe ehli bejti i tij i pastër për virtytin? Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: O njerëz, më i miri prej jush është ai që është i përulur kur është i ngritur në pozitë, pa është modest, edhe pse ka pozitë të lartë. Është ai që është asket kur është i pasur, që është i drejtë kur është i fuqishëm, që tregon durim kur ka mundësi për hakmarrje. Vërtet, më i miri është ai që merr nga dynjaja vetëm aq sa i mjafton, që jeton me ndershmëri dhe përgatitet për udhëtimin e përhershëm. Sa i mrekullueshëm pra ky hadith. Sa thënie e mrekullueshme. Na tregon se kush është pra më i mirë. Ka shumë njerëz që janë në pozitë, janë arrogant, ka shumë njerëz janë të pasur, po ashtu janë shpërdorues. Ka shumë njerëz që kur është i fuqishëm bën pa drejtësi. Ka shumë njerëz të cilët nëse i bën keq, më shpejt mendon për hakmarrje se sa për durim. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: krenaria e njeriut qëndron në virtytin e tij dhe jo në preardhjen e tij. Pra gjithsecili le të krenohet me virtytin që mbart dhe jo për me preardhjen e tij. Imam Aliu paqja qoftë mbi të përsëri ka thënë: koka e virtyteve është zotrimi i zemrimit dhe ndalimi i epshit. Pra kreu, koka e të gjitha virtyteve, thot Imam Aliu, është zotrimi i zemrimit, kur je i zemruar për vetë përmbahu, shtype zemrimin dhe ndalimi i epshit. Sepse të dy janë shkatërrues. Në një thënie tjetër, Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: ruajtja e gjuhës dhe dhënia e bamirësisë janë prej virtyteve më të mira të njeriu. Prandaj le të kemi kujdes të ruajmë gjuhat tona kur flasim. Allahu na ka dhuruar gjuhën që të flasim për mirë. Ta lavdërojmë Allahun, ta falenderojmë, dhe jo ta përdorim gjuhën tonë për të shprehur fjalët e ndyta, fjalët e këqija, ta shethemin, përgojgimin, e të tjerë të tjerë. Në një thënie tjetër, Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: kush bën mirë ndaj atij që i ka bërë keq, ka përmbledhur të gjitha virtytet. Pra, nëse i bën mirë atij që të bën keq, i ke përmbledhur të gjitha virtytet e larta të mira. Pra këtë na mëson Islami. Këtë na mësojnë të mëdhenjtë e Islamit, profeti Muhammed dhe ehli bejti i pastër, se si të jemi, si të çfarë virtytesh të mbartim. Imam Muhammed al-Jawad paqja qoftë mbi të ka thënë: virtytet janë 4 lloje. E para është urtësia dhe themeli i saj është meditimi. E dyta është ndershmëria dhe baza e saj është përmbajtja nga epshet. E treta është forca dhe themeli i saj është përmbajtja nga zemrimi. E katërta është drejtësia dhe mbështetja e saj është ekuilibri i forcave të shpirtit. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: ngjitja drejt virtyteve është e vështirë, por shpëtuese. Ndërsa rënja drejt veseve është e lehtë, por shkatërruese. Pra të ngjitesh majat
e virtyteve është e vështirë, por ama është shpëtuese, thot Imam Ali, që të bëhesh njeri me virtytet e larta, por ama të biesh në atë humnerën e veseve të këqija është e lehtë, por është shkatërrues. Është shumë shkatërrues. Sa njerëz bien pranë vesin e përdorimit të alkoolit, me njëherë bien në kurthin e asaj. Por shkatërrojnë veten e tyre. Gjithashtu, Imam Aliu në një thënie ka thënë, kur sprovat e vështira vi njëra pas tjetrës, atëherë shfaqen virtytet e njeriut. Dhe për atyre pra virtyteve që shfaqet është pra durimi. Se sa njeriu duron në sprova, është për atyre që shfaqen kur goditet nga vështirësitë për nga sprovat, është edhe vetë përmbajtje, pra, është edhe mbështetja tek Allahu i plot fuqishëm. Po ashtu dhe në këtë sprova shfaqet edhe fuqia e besimit të njeriu. Nëse njeriu është me vërtet besimtar i fortë, i përballon sprovat me lehtësi, me mbështetje tek Allahu dhe me lutje ndaj tij. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali në një hadith na flet për mirësinë e virtytit në jetën tjetër. Ai ka thënë, kur njerëzit të mblidhen në ditën e ringjalljes, një zë do thërras, ku janë njerëzit e virtytit, pra njerëzit që ishin pra të sinqertë, të durueshëm, të drejtë, bamirës. Disa njerëz do të ngrihen dhe do nisen me shpejtësi në xhennet. Engjëjt do t'u dalin përpara dhe do t'u thonë, pse ju po nxitoni drejt xhennetit? Ata njerëz do përgjigjen, do thonë, ne jemi njerëzit e virtytit. Engjëjt do pyesin, cili ishte virtyti juaj? Ata do përgjigjen, kur na bënin pa drejtësi, ne falnim. Kur silleshin keq ndaj nesh, ne duronin. Kur silleshin me ignorancë, ne tregonim maturi. Atëherë, atyre do t'u thuhet, hyni në xhennet, se sa shpërblimi mirë për ata që vepruan. Pra fundi i virtyteve të mira është për xhennet. Shpërblimi atyre që janë të veshur të pajisur me virtyte në këtë jetë është xhenneti në jetën tjetër. Siç na thot hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vallë dikush mund të pyet si mund të mbrohet virtyti. Virtyti mbrohet duke mbjellë ndjenjën e turpit, të ndershmërisë dhe të maturisë në shpirtrat e djemrëve të vajzave që në fëmijërinë. I dërguari Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, ndjesia e turpit nuk sjell veç se mirësi. Virtyti mbrohet me edukimin mbi virtytet e moralet e larta, si pastërtia, xhelozia për mbrojtjen e nderit, trimëria dhe burria. Prandaj duhet që edukimi moral të fillojë që në vegjëlit. Virtyti mbrohet duke mbyllur rrugët e të këqijave, të imoralitetit, të alkoolit, të drogës, të vrasjes, pra rrugët e të veprave të këqija. Dhe që të mbrohet virtyti, patjetër duhet të forcohet pra ndjenja fetare, të ngulitet vlera e moralit dhe të ruhet nderi, pastërtia, lavdia dhe krenaria. Duhet të sqarohet se çdo gjë e keqe, fjalë, vepër, moral, cënojnë virtytin dhe e njollosin atë.
Dhe çdo gjë e mirë, me fjalë, me vepër, me moral, e forcojnë virtytin dhe e lartësojnë mbarsin e tij për të virtytit. Të dashur vëllezër dhe motra, morali, virtyti dhe vlerat janë një forcë për popull dhe mbrojtje për shoqërinë. Dëlirësia, pastërtia, nderi, turpi, që është pra shenjë e besimit, të gjitha këto janë për përforcuese të virtytit, ndërsa mëkati është faj dhe mangësi dhe cënues i virtytit. Veprat e këqija janë shkatërruese të burrisë, janë dobësuese të fesë dhe rënuese të moralit. Nëse duam të jetojmë të lumtur në këtë jetë dhe të jemi të shpëtuar në jetën tjetër, atëherë të pajisemi me virtyte dhe morale të larta. Allahu i madhruar në ajetin 6 të surës Tahrim thot: Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. O ju që keni besuar, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse të cilit janë njerëzit e gurët. Ata e mbikëqyrin enjuj të fuqishëm e të ashpër, të cilët kur nuk i kundërshtojnë urdhrat e Allahut, por i zbatojnë ato me njëherë. Ky ajet na flet qartë për mbrojtjen e vetave tona dhe familjeve tona. Dhe një prej mjeteve që na mbron ne dhe familjet është pajisja me virtytet e larta. Le ta ushtrojmë veten tonë vetëm duke bërë mirë, duke folur mirë, duke menduar mirë. Gjithashtu le të edukojmë familjet tona, fëmijët tanë, që të mendojnë vetë se mirë, të flasin vetë se mirë dhe të veprojnë vetëm se mirë. Të largohemi të gjithë nga të këqijat, sepse ato janë shkatërruese, si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Allahu na ruaj të gjithë nga të këqijat dhe na mundsoft që të jemi në rrugën e mirësisë, në rrugën e Allahut, të profetit Muhammed dhe familjes së tij të pastër, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.